Keni parë lek në ëndër, ja çfarë kuptimi ka. Nëse shikoni se keni fituar para, do të thotë se jeni të suksesshëm. Parat simbolizojnë vetbesimin, suksesin dhe vlerat. Ju jeni një person që besoni shumë te vetja juaj. Nëse keni humbur para, ju po kaloni një moment jo të lumtur në jetën tuaj. Ndoshta po ndiheni të dobët dhe nuk po e kontrolloni dot më jetën tuaj. Jeni në kërkim të dashurisë dhe ndiheni të kufizuar dhe të refuzuar. Nuk po ju kushtojnë vëmendjen e duhur. Nëse nuk keni fare para, kjo shpjegon se ëndra do të thotë se keni frikë se po humbisni gjërat në jetën tuaj. Nëse po vidhni para, kjo ëndër kupton se ju jeni në rrezik dhe nuk po ju ecën në dashuri ashtu siç do dëshironit. Kjo ëndër ju paralajmëron që të keni kujdes sa më shumë që të jetë e mundur.